Jam Met Hasaj, 33 vjeç, jam trajner futbolli, bashkë drejtues me vllain e Akademisë Skutari. Ka 5 vite që jam këtu nga Anglia, më përpara kam jetuar për një kohë të shkurtër edhe në Itali, Milano. Kam jetuar për 5 vite e gjysmë, gati 6 vite në Angli, në qytetin e Londrës. Sikurse çdo shqiptar tjetër, besoj paktën tradita jonë e shqiptarëve është me jetu me nanën, me babën, njerëz të afërt, mi pas afër vetit, përndryshe dhe jeta nuk ka kuptim. Plus mos anena që vështirësitë që t'jep emigracioni, ndoshta për çdo tri kur kryen studimet, është pak e vështirë me hi në jetë. Pranena dhe kushtet ndoshta na kanë bërë të mujtën që edhe mu largu. Në kalimin e kohës e kupton që jo çdo gjë është sikur të tregojnë, sikur duket edhe në emigracion. Masi jam këtu, kam kryer shkollën për trajner sporti në Universitetin e Tetoves, jam diplomu, jam licencu, kam marrë licencat për përkatëset e UEFA-s, edhe si trajner kam arritur rezultate deri diku do të thosha të kënaqshme. Punina ajo zakonisht mirë sepse rezultatet që jena të marrë këtu janë ndoshta shumë më mirë se sa e kisha menuar. Edhe pse faktikisht momentin kur jam këtu për Anglijet, ka kanë një situatë shumë e vështirë, ishte koha e Covidit. O dukte sikur pa mujtë, sikur zoti ja dal për me jetu këtu, por me pak sakrificë, me pak mund, çdo gjë arrihet. Edhe faktikisht që kena arrit më as miri. Apeloj krejt të rit që për arsye të ndryshme janë detyruar me lanë vendin e vet, sepse s'besoj se është largu kush se ka pas shef apo për nasitë e veta. Kthehet në vendin e vet, investoj në vendin e vet, edhe në mënyrë që vendi jonë të përmirësohet, bëhet më i mirë edhe më i jetueshëm. Deri tani paktën vitet e fundit është në rrugën e duhur, nuk do të zgjenjeren nëse kthehet.